Golden G njihet jo vetëm si këngëtari i këngëve patriotike, por edhe si djali që i qëndroi besnik traditave shqiptare. Së fundmi, ai ka dhënë një intervistë ku ju drejtua djemve që i lën prindrit në azile duke thënë: "Nuk është djali ai që çon babin ose nënën e tij në shtëpinë e pleqve. Si mund t'i braktis djali prindrit në pleqëri, kur ato kanë sakrifikuar një jetë për të? Ne shqiptarët kemi traditat tona, e nuk duhet të bëhemi më europian se europianët, që i çojmë prindrit në shtëpinë e pleqve." Këngëtari po kalon një moment teje të vështirë, sepse një njeri i dashur i familjes së tij u nda nga jeta. Shpesh Tezja quhet nënë e dytë dhe këngëtari ka përcjell me shumë dëshpërim ndarjen nga jeta të Tezës në një ditë shumë të veçantë për familjen e tyre. Këngëtari shkroi: "Tezja Lule u nda nga jeta, vëllai im ma mirë, ngushëllime nga zemra për nënën që të deshi aq shumë dhe të rriti pa baba. Ne të dy na lidh një histori e trisht. Jemi çuna të vetëm dhe të dy kemi pas veç nënën. Nuk kam fjalë ta përshkruaj dhimbjen që ndjej, sepse ditën e ditëlindjes tënde mami ndërroi jetë. Unë prisa me të uru për ditëlindjen, por mora lajmin e hidhur për Tezën. Por janë disa rrethana që ne jemi të pafuqishëm për të vepruar. Lutem që Zoti të na jap forcë për të përballuar humbjen e njeriu ton të shtrenjtë dhe të dashur."